që ne mund të shfrytëzojmë e që këtë na ofron muaj i shenjtë i Ramazanit, është që ne të reflektojmë, që të ndërtojmë urat me zveti. Urat e komunikimit, urat e sjelljeve të mira, nga se mençuria është jo të ndërtojsh mur. Thuhet se di vëllezër, problemi i kësaj dunjaje, intereset të ulta të kësaj dunjaje, arrin që ata të cilët në një shtrat kanë fjetë, në një pjatë kanë hangër, nga një nën kanë linë, nga një babra, të cilët kur kanë qenë të vegjël, kanë mbrojt njëri tjetrin, edhe sikur një ujk ti kishte sulmuar vllau i madh, është në mbrojtje të vllaut të vogël, vjen një kohë kur futet dunjaja në zemrat tona dhe ne fillojmë armiqësit, fillojmë pak këto avokatët e Maqedonisë së Veriut, kërkojmë ndonjë më të fortë ai ka Beogradi për t'ja marrë hisën vllaut ton, që kjo nuk është normale, edhe këto dy vllaznit, pas kanë pas një problem, punë meçje, punë pasurie, dhe Delkin Çarshi dhe shef mjeshtrin e që ndërton muret, dhe i thot, shkojsh të shtëpia, thot, ta ndërtojsh murin. Këto dhe pas ka ndahet një prock pasuri. Njani një në anët prockës, tjetri në anën tjetër, edhe kur kthen nga Çarshia, kur e sheh, mjeshtri nuk ka ndërtu mur, ka ndërtu ur. Dhe a vllau i cili më i vogli, që ka qenë i prekur, duke menduar se i madhi ja merr pa drejtësisht pasurinë, kur e sheh se ndërton urën, thot vllau, pra vllau, mdon mu, më respekton dhe ja bën halal, ha? Edhe ki tjetri kur futet në lëm, kur e shef, nuk e pret ketë urë, për do të ketë një mur, dhe i thot mjeshtit, se këtë e bëre, këtë e bëra, thot se unë mendova se më tha ndërtoj urë, jo mur. Dhe sjellja e vllaut të vogël, kur erdh dhe përqafoi vllaun e madh, edhe ki në atë moment të reflektoi dhe i tha, qoftë jotja, jo vetëm hisja jote, edhe pasuria ime. Pra, muaji i Ramazanit duhet të na bëjë nga ata të cilët nuk guxojmë të ulena në sofrën e iftarit kur jemi të hidhëruar me njerëzit e shtëpisë, me të afërmit ton, me të lagjes ton. Muaji i Ramazanit duhet të reflektojë dashuri. Nga se në këtë muaj, pikrisht në natën e 4 erdh rahmeti i Allahut. Dhe muslimani në agjen do ta ketë rahmetin, do ta ketë zemërgjërsinë. Dhe sot, fatkeqësisht, shoqëria jonë kinë se çalon këtë aspekt. Andaj edhe kemi këto defektet në shoqëri, kur kemi edhe zënkat, kur kemi edhe fatkeqësisht ndëgjojmë në vrasje, djegje shpirtit të babës dhe nënës për sende shumë të ulta, të cilat na ndodhin në rrugëve të vendeve ku banojnë kush muslimanët. Pra, muaji i Ramazanit është mundësia e mirë që neve të na lidh me vlerat të cilat i ka Islami dhe, ashtu si thot pejgamberi alayhis salam, njëherë thot, ma i miri ndër njerëzve është ai i cili është më i mirë me familjarët e vet. Dhe unë jam më i mirë se unë qëndroj në raport me njerëzit e familjes time shumë mirë. Dhe kjo është e dëshmuar në sirën e Resulullahit. Dhe kjo neve nëse nuk na tangon, nëse nuk e marrëm këtë si agjend të jetës tonë, kemi dështuar. Ai i cili humbën familjen për këtë dunjë, ai i cili humbën miqësinë për këtë dunjë, ai i cili humbën rrethin që e shoqërojnë për këtë dunjë, ai është më i varfër dhe më i humbur i kësaj dunjaje. Më i pasuri është ai i cili ka familjen e vet, ka shoqërinë e vet, miqësinë e vet dhe komplet njerëzit e lagjes mburen dhe një ditë kur do të na përcjellin botën e ahiretit nuk do të thonë shiqir që i vdiq dhe u kurtalisëm, por do të thonë o Zot, pse nuk e la edhe disa momente të qëndroj se ishte vërtet burim mirësie, mirëqenie për ne.